Historiku i mbiemrit Tafani. Origjinë Dibrane. Trashëgimi e ruetur në Elbasan. Mbiemri Tafani është një nga ato mbiemra shqiptare që mbartin në vetvete historinë e një fisit, të një prejardhjeje dhe të një rrugëtimi shekullor. Ai përket tipit të mbiemrave patronomike të formuar nga emri i një paraardhësi mashkullor, në këtë rast Tafë ose Tafa, një emër i njohur dhe i përdorur brez pas brezi në trevat shqiptare. Në shumë raste Tafa vjen si shkurtim i emrit Mustafa, por me kohë është bërë emër me vete dhe ka lënë gjurmën në formimin e disa mbiemrave: Tafa, Tafaj, Tafan dhe padyshim Tafani. Origjina Dibrane. Rënjët e trungut familjar. Në bazë të shpërndarjes së mbiemrit dhe të dëshmive historike, trungu i vjetër i familjes Tafani gjendet në krainën e Dibrës. Mbiemri është dokumentuar në disa zona të saj: në Dibrën e poshtme pranë Peshkopisë, në Maqellar dhe fshatrat përreth, në Dibrën e Maqedonisë. Në këto treva shfaqet në format Tafa, Tafaj, Tafan, Tafani, të gjitha variantet që dëshmojnë një prejardhje të përbashkët dhe një trung familjar me identitet të qartë. Kjo bën plotësisht të natyrshëm faktin që familjet me emrin Tafani të kenë origjinë dibrane dhe të kenë mbartur me vete këtë mbiemër karakteristik, duke e ruajtur me krenari brez pas brezi. Zhvendosja drejt Elbasanit, një rrugëtim historik. Gjatë shekujve dibranët janë njohur si njerëz energjikë, punëtorë dhe lëvizës. Për këtë arsye, migrimi nga Dibra drejt Elbasanit ka qenë shumë i zakonshëm. Ky proces është zhvilluar në disa periudha të mëdha. Para vitit 1900, shumë familje dibrane zbresnin drejt Elbasanit për tregti, zyrtarinë dhe punën sezonale. Disa prej tyre vendoseshin përfundimisht, duke krijuar lidhje të reja familjare e ekonomike. Vitet 1900 deri në 1945. Kjo ishte periudha më e madhe e vendosjes. Familjet dibrane u stabilizuan në zona si Cërik, Bradashesh, Shirxhan, Labinot, Elbasan Qendër. Në këtë kohë shumë mbiemra dibrane, mes tyre edhe Tafani, u bën pjesë e strukturës shoqërore të Elbasanit. Vitet 1945 deri në vitin 1980. Industrializimi dhe hapja e uzinave solli një valë të re vendosjesh nga Dibra drejt Elbasanit, duke e rritur edhe më shumë praninë e familjeve dibrane në këtë qytet. Përputhja e mbiemrit me origjinën. Mbiemri Tafani përputhet plotësisht me këtë histori migrimi, duke qenë i dëshmuar si mbiemër dibran dhe duke pasur lidhje me forma të afërta të përdorura në ato krahinë. Është shumë e logjikshme që trungu i vjetër i familjes ka qenë në Dimër, familja është zhvendosur në Elbasan, mbiemri është ruajtur i pandryshuar. Kjo është një histori që i përshtatet plotësisht realitetit shqiptar të lëvizjes së brendshme dhe ruajtjes së traditës familjare. Në fund të këtij rrugëtimi historik, mbiemri Tafani shfaqet jo thjesht si një emër familjar, por si një urë që lidh të shkruarën me të tashmen. Ai mban brenda vetes zërin e Dibrës së lashtë, hijen e burrave të fortë të trungut të parë, udhëtimet e brezave që zbritën drejt Elbasanit dhe punën e palodhur të atyre që ndërtuan jetën e re, pa harruar kurrë rrënjët. Kështu, mbiemri Tafani mbetet një dëshmi e gjallë e identitetit dibran në origjinë, Elbasanas në vazhdimësi, shqiptar në shpirt.